Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Arom Shkodre. Shpresojmë që javët që kanë kaluar kanë sjellur për ju materiale mjaft interesante, janë pëlqyer, janë nxjerrë mesazhet e duhura për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur. Dhe ne vijojmë punën tonë me shumë pasion për të sjellë të tjera mesazhe, të tjerë personazh, duke i kërkuar në realitetin në cilin ne jetojmë. Kuptoj që janë raste pozitive, jo se nuk mungojnë edhe trajtimet e problemeve të ndryshme, por kryesisht në emisionin Arom Shkodre ne gjithmonë orientohemi te rastjet dhe shembulli pozitiv për të rritur disjanën emocionale të këtij qyteti, për ta bërë atë të jetë aktiv, të mendoj pozitivisht për të gjitha gjërat. Dhe nuk e di nëse keni ndjekur kronikat e ndryshme televizive, kanë qenë disa media që kanë përcjellur një aktivitet shumë të rëndësishëm në Shkodër që u realizua për herë të parë takimi i skautistëve të Europës dhe jo vetëm të Europës, por të gjithë botës. Dhe është kënaqësi për ne që në këtë aktivitet kishim edhe grupimin shqiptar dhe ne nuk e kishim fare një grupim fillestar, por me një eksperiencë shumë të gjatë, pasi ka kohë që ka filluar një aktivitet i tillë në Shkodër apo dhe në Shqipëri. Ne kemi patur mundësi që për skautistët, për misionin që ata kanë, të trajtojmë materiale të ndryshme, të sillim ata përmes reportazheve, çfarë konkretisht bëjnë, por kësaj radhe aktiviteti merr për masa shumë herë më të mëdha, pasi skautistët shqiptar ju janë bashkuar skautistëve të botës. Dhe kam kënaqësinë që gjithë eksperiencë të bukur, çfarë ndodhi, cilat aktivitete e përcollën këtë aktivitet, unë kam ftuar për të folur rreth bisedës, fillimisht profesorin Luk Mllugja. Përshëndetje, shumë e veçantë kjo bisedë me ju, pasi gjithmonë në drejtimin e muzikës. Dhe kësaj radhe kemi të bëjmë me pozicionin tënd si komisioner i përgjithshëm për Shqipërinë, për skautistët, një detyrë që me gjithë ato angazhimet e shumta që ke, po dhe këtë e patë mangut, siç thonë, në Shqipëri. Por kjo është një detyrë vullnetare, do të thonë një detyrë që nuk paguhet me fjalë të tjera, se ne i shikojmë në Shqipëri gjërat në majtë lekut. Po, mirë, dakord, por kjo është një detyrë vullnetare, është një gjë shumë e bukur, shumë e veçantë. Skautizmi është një aktivitet shumë i mirë, kryesisht për të rinjt. Unë tash nuk jam më fort i ri. Po mirë, duke qëndruar me të rinjt, marrim ato energji për të ndjerë të tillë. Rri shumë me të rinjt edhe me fëmijët. Kjo më ka përfshi ma fort për me hyrë në skautizëm. Po gjë shumë e bukur, e rëndësishme është të bëjmë punën që duam dhe të ketë edhe rezultat. Po të prezantoj dhe atë vajzën simpatike që kemi për herë të parë në emisionin Arom Shkodre. Ajo quhet Era Tavasia. Tavasja. Do me thonë Tavasja, bie tek si tjetër vend. Po mirë, na thua një herë këtë mbiemrin si e ke, nga e ke trashëguar? Unë kam trashëguar nga baba ose gjyshe, që jemi nga Shtaku, por jetojmë në Shkodër, dhe dikur na ka pas ndryshuar nga komunizmi, por kështu e kemi mbajtur. Okej, e keni mbajtur, ne se duket shumë i veçantë. Mësuesit gabojnë kështu si unë në studio? Shumë. Kështu e thonë dhe ato, Tavasja e thonë ato. Ndërkohë që ti e ke Tavasia. Po shikoj, kur e kam njoftë unë i kam thonë, ma thuj herë mi emnin, se e shifsh aty, ma thuj mi emnin, ma ka thonë kjo e para. Atëherë nuk e kam gabuar asnjëherë. Tavasja. E ke fiksuar. Po do të prezantoj dhe pozicionin, shikoj, se dhe pozicioni përbën çudi për gjithë teleshikuesit. Jo vetëm që është skautiste, po ajo është shefe për ulkonjat. Për vajzat e vogla. Grupi vajzave të vogla. Më bën shumë përshtypje emri ulkonja, se ne kur themi ulkonja, ujku, emra të tillë, okej, konsiderojmë kafshët, grabiqare të këqija. Kështu na ka mësuar që në voglit çfarë të bëjmë. Po, pse këtë emër? Skauti është pak a shumë e mbështetur tek jeta e moglit, që është rritur me kafshët, me ujkit, me bageren, arion dhe ujkun që e ka rritur, nëna ujk. Pra ne nuk duhet të mendojmë negativisht për ulkonja, që këtë e tutje nuk duhet të kemi frikë. Mjafton që kemi vendosur një emër. Mirë, le ta ndajmë bisedën me gjithë teleshikuesit për aktivitetin, ndërkohë që regjia do vendosë dhe fotot, nga fotot do të kuptohet më së miri angazhimi shumë i madh. Ju përgëzoj edhe për uniformën që zgjodhet sot për emisionin. Jo, kjo është uniforma tipike e skautistit. Mandej mungon edhe kapela. Sepse këto bëhen si mas ecjes, sepse bëhet një ecje në skaut edhe bëhet premtimi. Pra është diçka shumë zyrtare dhe shumë serioze. Ka një simbolik shalli, sepse vajza ka ndryshe, era ka ndryshe, ju e keni ndryshe. Ka një domethënie apo? Po, ka, nga që për shembull është sipas grupeve. Ulkonja që janë vajzat e vogla kanë në ngjyrë të verdhë, vajzat e mëdha kanë ngjyrë të bluhe me shëri të bardhë,
Kurse dega kuqe që janë vajzat më të mëdha, ma një mosh që nuk ka kufi, e kemi të kuqen, që jemi ne shefat. Okej, pra simbolizojnë kodet e organizimit mes jush. Kurse djemtë e kanë ndryshe. Okej, edhe ata kanë kaq shumë ngjyra? Ka në disa ngjyra, ka ngjyrë kafe, është edhe ajo është një ngjyrë veçantë që përdoret Po, sipas specifikave që ju i dini dhe është çështje që duhet i dinë organizatorët dhe vetë ju. Flasim për këtë aktivitet. Domethënë, ne kemi dhe grupe shqiptare, por si organizua dhe çfarë qëllimi kishte ky bashkim i skautistëve të botës? Në fakt, në takimin e fundit që unë mora pjesë ishte në Hungari, në Budapest. Aty u takuam gjithë këto komisionerët, pra komisionerët e përgjithshëm të vendeve të ndryshme të Evropës dhe të botës. Dhe aty u vendos që takimi i rrallës të bëhej në Shqipëri. Me thonë drejtën, në impaktin e parë nuk ishte shumë e lehtë, sepse të presish gjithë komisionerët që vinë prej tanë botës, veni fjen pozitë jo të rahatshme, pra jo komode. Por scout janë persona shumë thjesht, dhe ata nuk presin kushte të veçanta, nuk kanë kritika. Nësa është nevojshme, ata janë gatshëm edhe minimum me punë, shërbimet, me gatu, me gjithë, ne ishim përgatitur me grupin tonë për me paket. Por, pika kur kena zgjellë se ku do t'i akomodojmë. Po, anë qytet, mërë në qytet, se kishim mundësinë edhe mërë në qytet, ka disa ambjente, qoftë afrikish ose në kuvendet ndryshme, edhe ideja ishte të fshati i paqes. Dhe e parashtruam edhe në bashkëpunim me disa organizatorë nga jashtë. Dhe ajo që aty ju pëlqeu ishte, jo, na dona diçka jashtë qytetit. Kjo është realiteti më i mirë për ne, na pëlqen. Se kjo lidhet dhe me misionin e një skautisti, i cili jeton në harmoni të plot me natyrën, kujdeset për natyrën dhe krijon dhe zgjidhje në raste emergjente të një plagose aksidenti që mund të ndodhë në natyrë. Po, një skautist do t'jetë i aftë me përballu çdo situatë. Po, ta përqafojë natyrën, të kujdeset për të, por dhe të jetë shpëtimtar në situate të caktuara. Po. Ashtë taman kjo është edhe misioni i skautistit. Dhe aty ne u pëlqeu shumë kjo natyrë. Edhe në fakt... Pra ju zgjodhët fshatin e paqes dhe zonën që është sipër aty rrugës në Tarabosh, me sa kam kuptuar nga video dhe fotot. Po shumë bukur pamja. Edhe ju pëlqeu shumë ai vend ku ishte, ishte shumë kontakt me malin, ishte krejt afër liçenit, natyra, ishte natyra e saktë. Kjo ishte një farë befasijet për ata. Kjo gjë shumë e mirë. Bota e ka një traditë tashmë prej vitesh, faktin që skautistët bashkohen, që e njohin këtë kulturë, që e përqafojnë dhe që ka një vullnetarizëm shumë të dukshëm. Në Shqipëri është futur si frymë, ka disa vite faktikisht. Në Shqipëri kjo skautizmi është themelu për herë parë në 1995, pra mas komunizmi. Në atë kohë ishte Domnoc Noga, me disa të ri, dhe ka ecë për disa vite, ka pas një pjesëmarrje shumë të mirë, shumë të madhe, të reja në atë kohë. Po, ne kemi disa grupime në fakt, përmendja dhe skautistët në Shlak që unë i kam parë dhe gjatë organizimit të festës së Gështenjës, bile gjerasin të gjithë televizionistët që janë duke na ndjekur, mos harroni datën 26 se është festa e Gështenjës në Shlak. Atje i kam parë se si angazhohen në festën e fshatit dhe pash që ishin shumë mirë të organizuar. Pra ne kemi grupime në Shlak, por kemi dhe vende të tjera, kam përshtypjen. Keni marrëdhënie mes grupimeve apo? Me thënë drejtë i njëjti grup, si këto, si atje, si ne zhvendosemi në çdo kënd që ka nevojë për ne. Skautistët e Taraboshit Junior, ju jeni së bashku me ta, bashkoheni në situata të tilla? Jo, me ato jo. Do thoja këtë që janë disa ndoshta grupime. Çfarë grupimi keni, sa vjen grupimin tuaj? Varet e grup moshat, por pak a shumë jemi të 40 vjeçit të tanë marë. 40 veta. Po, 40 veta. Kam pas një nxënës, domethënë te grupimi juaj, i cili tha ishte shumë bukur në lëvizjet e shumta që bënin, por faktikisht ishte pak i shnetshëm. Thotë lodhesha duke ecur. Në fakt nuk u habita nga kjo thënie se sa nga fakti që ju lëvizni, jeni shumë aktiv. Po, skauti është një gjë që na ban mirë, që jetojmë si më thënë me kushtet e natyrës,
edhe një gjë që ju pëlqen shumë fëmijëve, sidomos, është me dal mal me ec, me ne zjerë mal, me kriju gjana me dru e gjana tjera. Më kujto disa nga aktivitetet për t'ja bërë të qarë gjithë teleshikuesve, çfarë konkretisht, ku keni shkuar për të krijuar një ide, përveç se aktivitetit fundit, pra për të krijuar një ide se si organizoni, ku shkoni, çfarë bëni. Për shembull, ne kemi bë kampin veror të skautit në Shtak, me që përmenet edhe Shtaku. Ishin përzirë djemtë dhe vajzat, nga që jena një numër i vogël, kemi i këton bashkë, dhe për gjithmonë punë t'i bëjmë damas, djemë bashkë edhe vajzat bashkë. I kanë më të vështira punët djemtë? Jo, një dhoj? Një dhoj. Okej, por kjo është një zgjedhje që të ndarni në një mënyrë të tillë? Jo, thjesht skauti ka një rregull që djemtë nuk banë mu përzi me vajzat dhe vajzat me djemtë. Që kanë shumë të prera këto. Shumë të prera, por ndoshta këto rregulla janë vendosur që në fillim. Po. Dhe për shembull, disa prej aktiviteteve janë që duhet me ndërtu tavolinat me dru, do hapim çadrat, sepse fjajmë jashtë, nuk do fjajmë nëpër shtëpi, dhe do katujmë vetë në zjarm, do bëjmë vendin e zjarmit, do katujmë aty. Dhe për shembull, do bëjmë edhe lojra gjatë kohës që fëmijët nuk do rrinë gjithmonë duke punuar, por do bëjnë edhe lojra. Për shembull, do bëjmë një lojë të madhe, kur janë pak persona përzina me djemtë, por raste të rralla. Po, për shembull ti nëse mbetesh diku në pyll, ose një mike jote mbetet në pyll, ti ke gjithë njohurinë e nevojshme për ta zgjidhur se si do veprohet natë, pastaj si do kthehemi, pastaj ndoshta një këmbë lënduar, një barele krijuar në natyrë, të gjitha këto arrini ti bëni? Po, për shembull, nëse një fëmijë mund të hupi në pyll, një skautist mund të shkojë menja me kriju për shembull një zjarm për me bërë një tëm, ose mund të ketë një gjatë tjetër që mundet me bërë një zhurmë çuditshme pak a shumë që në tjerë me dallu. Po, me mjetet rrethanore që gjen aty. Po këto i praktikoni, i mësoni dhe ju e keni atë njohuri. Po, edhe ne kena pas praktiku për shembull nëse lëndon gjë, kena praktiku pjesën e nimës shpejt, që çdo fëmijë duhet ta di. E marri me vetëm ndihmën e shpejt, apo në mjete rrethanore disa mjete të vogla për momentale, derisa të kthej tek vendi që do qëndrojmë. Sidomos lidhja e një këmbë të thyrë, vendosja e shkopinjve, i kam mësuar dhe unë sa rregulla. Unë nuk i kam mësuar për shembull. Jo, unë i kam parë, domethënë kur ta bëjnë edhe zip line, e kanë bërë në vendin e quajtur ura e shtrejtë, në pjesën e njësisë administrative Posrip, në luginën e Kirit. Dhe atje i kam pas se si rëshqarë, nga një vënd si lidhet litari dhe për të rëshqitur në anën matan të lumit, do me thënë ne flasim për gjithë teleshikuesi që skautisë nuk janë ekskursione fëmijë shkollash, mos i ngatroni farë me to, ata fitojnë një uri shumë të vlefshme, shumë të mira dhe unë do thoja lumë ata që janë pjesë e këtyre grupimeve. Do me thënë, mendoj që goca ime 5 vjeçë, sa të forcohet pak, pa atje do të vendos në grupin e skautisëve, sepse përfiton shumë nga natyra dhe nga përshtatshmëria e jetës së natyrës. Edhe ne do ta pranojmë me shumë kënaqësi. Okej, do me thënë, unë e bëra regjistrimin që këtu në studio. Mirë, shiko, unë kënaqem edhe nga follot, janë një zjarr i ndezur, është mrekullia, është me të vërtetë shumë bukur. Au përshtatet, sot fëmijët dinë dhe anglisht, të gjitha shtetet kanë folur të njëjtën gjuhë, anglishtën, gjuhën ndërkombëtare. Po, anglishtja është edhe gjuha si gjuha zyrtare e skaut. Pra, një skaut është mirë me ditë anglishtësh. Na kena taku dhe skaut që s'dishin anglisht, pra dishin vetëm frangjesht ose frangjesht, gjermanisht, gjuhë të ndryshme, po. Por kjo është gjuha e përbashkët, me cilin ne merrem i vesh, kuptohemi me anglishtin. Scout është një iniciativë shumë e mirë për fëmijët, sepse kur vinë fëmijët në scout, janë në një aktivitet. Aty nuk ka binje o mos binje, nuk ka alternativë, ka vetëm binje. Pra ata do t'i bajnë ato aktivitet, edhe i venë më punë fëmijët, i banë fëmijët të aftë për me jetu për dishmënin e tyne, me jetu ma bukur, me kenë ma aktiv. E kjo është një gjë shumë e bukur për fëmijët. I shput prej celularit. Sepse ne kena rregull, një fëmijë kur të hyjnë scout, në kohën e takimit, në kohën pra takimit që ne bajmë aty ose kampet, ai ka një orar caktuar, po një orar caktuar do thotë të kufizuar. Një orë në dytë që me majtë celularin sa për me lajmë print,
Ndonjë foto në rrjetet sociale. Me marrë diçka prej familjes, ose po jo me thonë me përdor celularin për gjëra të tjera, absolutisht. Okej. Në Shqipëri kush e organizoi pra të gjithë këtë? Pra ju keni qenë komisioner, por në çfarë forme organizua ardhi atyre këtu? Kush e mori përsi për pritjen e tyre, thon ndryshe institucionalisht apo si është organizuar? Jo, kjo është një iniciativë brenda Kishës Katolike. Këtë ka Kisha Katolike. Kjo është organizat e Kishës ose shoqat e Kishës Katolike. Dhe Kisha Katolike është e interesuar që kjo shoqat të promovohet në gjitha realitetet kudo që është Kisha. Dhe për këtë arsye është themelu edhe në Shqipëni. Mastaj pati far ramjet ose, por të shari themelu prapë në vitin 2021, mos gabosha, nga Do Marian Gjinesha. Dhe kësaj rrallë ka pas një vërshim, po thona herë, si fillim. Por disa tërhiqen, disa që janë shumë besnik e vazhdojnë scoutin. E kjo është një gjë e bukur, një gjë e mirë. Ka të bëj shumë roli atij që udhëheq, dhe ne gjem rastin ta përshëndesim Dom Marian Gjineshën, e kam parë shumë aktiv, jashtëzakonisht aktiv, fëmijët janë shumë të lidhur me të. Ndoshta janë njerëz që e kanë atë psikologjinë e komunikimit me fëmijët, janë aktiv të papërtueshëm, dhe ndoshta për këtë arsye krijojnë grupime të tilla të qëndrueshme. Ai ka një pasion veçantë për të rit, për scoutin, por edhe për të rit. Pra i njek të të ri gjithkund. Nuk është se i njek vetëm në momentin që janë aty në scout. Po i njek, e din që bajnë të të ri edhe në shkollë, edhe në sport, edhe në aktivitetet e tyne që s'kanë bajnë është hiq me qëndrimin në scout. Pra kja është gjë e bukur, e ti si prift, po edhe si scoutist. Sqarën të gjithë teleshikuesit, Do Marian Gjinesha ushtron misionin e tij në Shllak. Pra është famullitar i Shllakut, apo ka dhe në Shllak edhe në Barbullush. Edhe në Barbullush, pra që ta kenë të qartë për këpriv bëhet fjalë dhe si funksionon. Është një priv shumë i angazhuar, ka shumë punë, por gjen kohën mu marrë dhe me scoutin. Është vërtet. Okej, sa kohë qëndruan skautistët e botës në Shkodër? Skautistët kanë, domethënë, ato kanë pas një ditë, kena pas një ditë këtu, por kanë ardhur ditën e premte, gjithë ditën, këna dalë në aeroport, kështu me uniformën e scoutit, kanë dalë qysh në orën 10, edhe deri në 2 natës, i fundi që ka ardhur, 1:30 natës, dhe i kena prit në aeroport. Dhe nga aeroporti i kena shoqënu me makinat që kena pas në dispozicion, makinat tona personale, i kena shoqënu nga Tirana deri në Shkodër. Pra bëhet fjalë për 70 skautistë së bashku me mësuesit e tyre, ata që i shoqëronin apo? Jo, gjithë të janë komisioner përgjithshëm. Janë ekipi drejtues, po thona, i skautit. Sepse gjithë skautistët e Evropës janë 76.000 dikon një shto, është numri. Kaq shumë është numri i tyre në gjithë botën. Por ne kishim një përfaqësim dinjitoz të këndshëm nga shumë shtete, çka na bën që të mendojmë që jemi pjesë e STR-s dhe bashkëpunime të tilla janë mjaft mira. Po, jo, ishte e veçantë sepse në fakt kjo quhet skautistët e Evropës, por këtu erdhen edhe nga Kanadaja, nga Brazili, nga Meksika, pra kishte një pjesëmarrje botnore, si më thonë. Okej. Kam përshtypjen që organizohen shumë lojra, domethënë gjëra të veçanta në natyrë apo? Po, ne bëjmë lojra, por i bëjmë pak a shumë që t'i përshtatet fëmijë, se nuk mund t'i bëjmë një lojë për shembull shumë të rëndë fëmijëve të vegjël që janë 8 vjeç. Pra sipas grup moshave. Po. Pjesa më e madhe e lojra është që ju pëlqen edhe fëmijëve, është për shembull një me copa letrash me disa emra, është si pak a shumë të gjenjës thesar në pyll. Ne që jemi shefa ose dikur që është më i madh, e merr që jam shef në një vend shumë të vështirë për fëmijët. Dhe ai duhet ta kërkojë, Po, fëmia për shembull gjen një letër, do e lexoj dhe mand të thë letër mund të gjej një tjetër. Edhe deri në fund të letrave derisa të shkruajnë që ke gjetë thesarin, për shembull. Okej. Si e vlerësuan natyrën tonë? Përgjithsisht, e vlerësuan të bukur, të këndshme, apo e kishin dhe në vendin e tyre, të thjesht të takuan njerëz të rinj, pra e vlerësuan pozitivisht natyrën tonë? Për mu, që më kanë thënë mu për veti, më kanë pëlqyer shumë fjalët e tyne, për shkak që disa persona më thonë që na nuk kena pas dëshirë marrë në Shqipëni, nga që nuk e kishin prit këtë mikpritje kaq të mirë. Kishin dëgjuar fjalë jo të mira për ne, ë?
Po, okej, t'jemi të sinqert. Na ndodhin shumë ngjarje kohët e fundit. Por gjëra mirë që më thoshin që është ndryshuar komplet mendimi i tyre dhe që mezi presin që të vijë takim tjetër, që të vinë sërish në Shqipëri. Uroj të mos kenë parë lajmet gjatë tyre ditëve që ishin këtu apo jo. Jo, lajmet ishin shit pastaj. Na smerna, sidomos në takime smerna me lajm. Punon, aty televizori nuk vendoset në punë për të parë edicionin e lajmeve. Pashte disa foto që, jo vetëm fjetja, se do flasim pak edhe për fjetjen në natyrë, por me kostume kombëtare. A janë shkëmbyer dhe kulturat, traditat me zvëndeve? Është dhënë kjo mundësi, qoftë edhe për pyetja për ju? Po, kjo ishte një paraqitje që ne doshim ju bani një dhuratë grupit skautizve. Pra, po ju paraqesim dhe që edhe diçka edhe u paraqit një valle që kanë organizu shkolla Korjezu, nxënësit e shkollës Korjezu, në bashkëpunim me mësues. Dhe kjo u banë në oborrin e Kishës Madhe. Dhe kjo ka qenë një në momentet që aty në u kalon për shtypjet veçanta. Të jashtëzakonshme. Këtu janë befasu, sepse kanë pa bukurinë e vendit, domethënë kanë pa natyrën, malin, liçenin, dhe tu e di se i tu afër krejt është deti, i tu afër është bjeshka. Dhe kur ju thoshim se çfarë bukurish dhe çfarë befasish ka Shqipënia, ata përmend çuditëshin për këtë gjë. Por një pjesë që aty u ka pëlqyer shumë, a kanë edhe kjo pjesa kur kanë pa fëmijë të veshur me veshje kombëtare dhe i kanë prit me një vallë atë në obor. Kjo ishte. Me siguri kanë menduar që ne jemi populli më i pasur në botë nga kjo gjeografia, apo jo? Të kemi Trelumej, të kemi Liçen, të kemi detin Keqafër. Unë mendoj që ato mund ta kenë menduar, por kësaj rrallë e kanë zbuluar, sepse kjo është diçka konkrete, nuk është se po na kanë ne me thonë. Po, ja kjo foto që është këtu ku është bërë, për shembull se shoh që ka edhe lëvizje apo jo? Kjo është në Mal Taraboshit. Pra jeni gjithë po shoh shumë gjelbërim. Me të vërtet një mrekulli. Kjo është kjo është skautistat tonë, janë skautistat tonë këtu, apo jo? Mund t'jetë foto e skautistëve tanë, po, që në udhëtimet e tyre. Nuk janë këtu, atë nuk janë Tarabosh. Jo, Taraboshi të në Belgjik. Nuk shohin diçka. Në Belgjik, sepse skautistat, grupi djemve, disa kanë shku në Belgjik, kanë ba 2 javë, 3 javë. 2 javë kamp atje. Edhe kanë pas një sukses të veçantë. Atje? Po, kanë diftuar një aftësi të veçantë për të ecë natyrë dhe për t'u përgjigjë, sepse kampi nuk është diçka që po shkojmë atje rrim për qef edhe po sajoj. Kampi ka një program, bëhet një program përpara çfarë do të bëhet çdo ditë, çfarë aktivitetesh ka. Dhe do t'i përgjigjesh ti programi, si më thonë. Qartë. Në lëvizjet tuaja në natyrë, konstatoni që ka hedhje mbeturinash nga pushues apo dhe vizitor, të cilën gjiten në një mal, pinë diçka e hedhin, pra ju i konstatoni këto gjëra dhe si veproni kur atë nuk e keni hedhur ju? Ne e kemi një rregull si skaut, e lejmë vendin më mirë se e kena gjetë. Këtë gjë e kemi. Ju jeni doktorët e natyrës. Na shkojmë një vend, atrumujmë për shembull që e bëjmë ne, e bëjmë 1000 herë më mirë, e pastrojmë dhe ka pas raste që kemi shkuar edhe në Shirok, pastru pjesën e bregut me grupet e vajzave, është rregull, do e bëjmë më mirë si që kemi gjetur. Pra nuk ka fëmijë që thonë nuk më takon mua ta pastroj, janë punonjësi që duhet ta pastroj, nuk e kam hedhur unë justifikimet e pafundme që kanë fëmijët sot. Tek ju jo, pra ai e ka pranuar që në fillim të rregull. Ka dhe dëshirë. E mos më thuj që bëhet konkursi kush mbledh më shumë, ë? Domethënë kush e mbush thesin i pari. Tek vajzat e vogla edhe ngaherë po. Edhe ngaherë po, se fëmia është me atë pavajsinë e vet dhe ka dëshirë që të tregojë që po punon fort në atë. Profesor Luka, si mendon, a ndihmojnë aktivitetet të tilla, sepse këta që janë pjesë e skautistëve i kanë edhe ca shok të tjerë që nuk janë pjesë e skautistëve, por mësojnë diçka dhe e përcjellin. Po, në fakt unë po e them konkret këtë gjë. Unë taman në skaut më ka pru djali jem. Vërtet? Po, djali jem, Nikola, është në skaut që prej fillimit, që se u themelu, dhe më thënë tash herën e dytë, i të me do Marian. Dhe ishte një bised, dhe më thotë, po, ty mërë babë, thotë, ty, pëse zhjenë në skaut atyre që ke këto menime, këto ide. Dhe erdha si befas, më nej mu dha detyra që nuk ka shumë e letë me e bartë, por... Dhe, mas kësaj, i kam thënë vajzë teme, ti do të vish në skaut. Nuk kam kohë, jo du më marrë me këtë, jo du mirë, i kam thonë, dakor, do të vish i hirë me e pa. Do të vish me e pa. Ma ne i zgelti, por këtë da të detyroj unë. E kam bu me detyrim që një herë do të marrësh pjesë. Mas asaj dite, më ka thonë,
o, sa fantastika scout, po si se kam ditë. Vërtet? Nuk, ajo çdo gjë mund të ndalet, por jo në scout. Po, ju ishin në një moshë tjetër kur shkuat, profesor Luka. Çfarë të tërhoqin në takimin e parë? Jo, takimi i parë ka qenë një kamp që kena bën në Puk. Po, çfarë të tërhoqi kur e be? Për ty ishte eksperjenca e parë. Ishte fillimi i janarit, ditë e parë të janarit. Edhe janar fare. Ishte ftoft, a di që shkum na u pritte me ra borë, edhe në fakt ra borë, shije, ftoft. Dhe gjithë natën kena majt një shpëret nezë, edhe unë qosha gjdo 2 orë për me majt me drum ose më fik. A ishte ftoft. Pra ti dhe nuk e fjetur, jo vetëm ftofti, po dhe s'ke fjetur. Jo, ishte një dhomë, ku fleshim, por një sakapelo i thërim në një, po, si thush është një batenie pak a shumë si thes, por që e su kapelo. Po, i kam parë, i kemi zjetë disa në në atë isha të i vjetë, edhe tanë fëmijët ishin, po asni su baj smur, asni nuk mërdhiti natën, asni nuk u anku për kur gjallë. Dhe këtë fëmi i shifshe të tanë gache me gatu, gache me pastru. Me i herë, a i shefi patrull, sa ju thote bite bilbylit, për disha, gjithi kishe gadi aty në resht, i dishin ta në regullat, i zbatrushim. Kjo, me ta thonë drejten, më ka mahni. Por kjo regulli i skautit. Dhe, desha me ba këtë thirrje për fëmi. Si kurse vajza eme që shkoj si me detyrim herën e parë, po tashma nuk nalet. Unë kam përshtypje që shumë fëmijë tuhet vinë ta shohin skautin. Okej, si funksionon? Se po na ndjek teleshikuesi thotë sa vjeç duhet jetë fëmia minimalja që të bëhet pjesë e skautit. Ne marrim nga mosha 8 vjeç. Do të thënë kush është 8 e lart deri në cilën moshë? Deri jo mos e vjen edhe një 40 vjeçar. 15, 16, 20. A vetëm fëmijë? 3, fëmijë edhe 3. Deri në moshën 18 vjeçar apo 20 vjeçar. Edhe nëse do të marr një 30 vjeçar, një 35, një 40, nuk ka se ai do t'i binde të gjitha rregullat që vendosin. Është problemi, a ka kohën, materiale për disa aktivitete që kene në mu marrë. I bie që unë të merrem gjatë verës me këtë angazhim, apo gjatë gjithë vitit ju keni aktivitete? Ashtë gjatë gjithë vitit, janë disa takime. Po, ku paraqiten? Pra, okej, ka fëmijën 8 vjeç, dëshiron ta vendoste skauti, se ku duhet shkojnë një prind? Tështë na për momentin jena të kisha madhe. Në ambjetet e kishës madhe, e famullis, Zoja Shkodës, aty bajnë takimet. Jeni ju që apo ka një staf? Ashtë do Marjani, ashtë Teola, ashtë Pranvera, ashtë Emanueli Vlai. Kjo është regjistrimi është pagesë? Pagesë ka një shifër sa është... Për fëmin është 5.000 lek vetëm dalja, është vetëm ka 5.000 lek. Në natyrë, pra bëjt janë pra sa herë bajnë një kam? Po, gjatë javës sa herë duhet jetë dhe në çfarë orare shpërgjithsisht? Një herë në 2 javë. Një herë në 2 javë? Një 2 javë dhe një herë mujt bëhet kjo kampi. Kampi, që zgjidhet një nga zonat këtu afër nesh, në veriun e Shqipërisë, apo? Sipas dëshirës. Mund të jetë edhe larg, jo vetëm afër. Okej, pra fëmia do të flesë, ja tani po bëm pyetjen ai prindi atje, do flen çadër fëmia im, domethënë nuk do flen ndonjë dhomë. Në çadra. Në çadra. Ka rrezik në çadra, se natën po thot ai. Po, pritë, se ta shpjegojmë edhe gjatë. Ne nuk se shkojmë atje, nuk shkojmë atje majet... Ati ku ka folen ujku. Jo, atje majet bërmoshit edhe ku, do më dhanë, kjo gjatë bëhet gjithmonë në ambientet e një kishe, një familje, do më dhanë... A, janë të siguruar ambientet, pra territor i rrethuar, po. Manej, mund t'jetë një dalje, një mazdite, që dalim atje në mal, edhe ajo pjesë lojnave, pjesë aktiviteteve, kjo është një sfid, loja nuk është thjesht me bon vufmin, apo... Thjesht, unë ju bëra këtë pyetje, sepse kjo realitet është shumë pak i përcjellë. Dakord? Do me thënë, mund t'jetë një kronik televizive, kronika zgjatë 1 minutë e gjysmë, nuk i din detajt për i drejt. Ne jemi munduar, po duhet t'jetë një përfshirje shumë e madhe e medjave, që të sjellin aspekte ndryshme tjetër, pra ka nevojë për promovim kjo mënyrë të organizuarit. Dhe prandaj prindit kanë pyetje nga më të çuditshme, dhe unë e vendosa veten në vendin e tyre. Unë po shtoj një detaj. Në Evropë, kryesisht në Francë, në Belgjik, familjet që kanë mirë qenje, i qojnë me detyrim, i qojnë fëmijët në scout. Pikërisht për që fëmijët mu bat aftë njët, mu forcu. Pra, mos tjetë ai fëmija vetëm që rrinë në televizor, rrinë në shtëpi, dhe më dalë. Po tjetë ai fëmija që delë natyrë, ai fëmija që ecë malit. Pra vesh, këput, sikur i kam veshën, sepse nuk i kam zakonsh me këto. Normalisht në qytet s'del me këto. Jo, nuk dalë. Me këto kam dalë. Në lëvizje, po sot ka në mënyrë simbolike. Pra,
që tjeta edhe ai fëmija që vesh të puth, që del, pra që ecë vrapon, ecë atje mal, i nitet malit, nështë atë rëzikon se mund të rëzohet dikun e mund vritet. E kuptoj. Nëse rëzohet dhe rëzikon. Nëse, po s'ka ndodhur. Gjithmonë ka zgjidhje, po nuk ka ndodhur, ja, prita themi, nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur për asnjëherë që të aksidentohet, mos vendosi panik. Edhe nëse ndodh, fëmijët nuk shkojnë vetëm, kanë një staf të rriturish që merret masa e menjëhershme. Pra fëmia mund të rrëzohet dhe te shkallët e pallatit, dhe të mos themi tani që mu rrëzua andej nga shllaku. Shtoj edhe një detaj, nëse ne bëjmë një kamp, po thona në Tarabosh. Po. Vjet kena dalë në muin mars. Ka keni që dolëm Tarabosh. Shefat e patrullave, pra, shefat që janë Emanueli, Nikola, Mondi, kanë shku edhe kanë pa krejt terrenin për para dhe kanë studiu çdo detaj të atij terreni dhe kanë studiu që edhe fëmija nëse do të luajnë fëmija, nitu do të shkojnë me gjeta të carit, kujdes se këtu ka mundësi e murzu, jo, kena vu shigjete në anë tjetër, pra mos me kalu ose mund t'jenë me ferra, me shkurre. Pra, këtë bëhen në detaje, për para prej nesh, prej një pra nuk i lihet rastësisë, gjëra studiojnë nga një grup më përpara, janë piketuar gjërat, eksperienca bën të vetën dhe prandaj përjashtohen të gjitha rastet e çdo incidenti që mund të mendoj prindërit. Është diçka shumë e sigurt dhe shumë e menduar. Pa kur mendohet rezultati në fund, se sa i lumtur është fëmia, sa gjëra të bukura do të tregojë te shtëpia, se çfarë ka parë, çfarë ka biseduar, sa i fuqishëm dhe sa vetbesim do të ketë fëmia, ti kush e di sa herë do urosh këtë emision që e mësove se si funksionon dhe do kënaqesh me fëmin dhe me rezultatin e fëmisë tënd. Po unë baj një dohët, jam shumë e vërtet, kjo po unë du mi baj pyetje ati që a i lajnë pjatat në herë fëmijët në shtëpiat e juja? Urdhëron, gjitha mami. A rregullojnë shtratin vetë fëmijët të shtëpia juja? Kush ta mami? A gatuin fëmijët në herë në shtëpi tuaj? Mami dhe këtë, gjitha mami. Pra, ne nuk ka se jo bajmë të gjana fëmijëve, nuk është një diçka e dhunshme. Është diçka që ne e bajmë do të thënë, ja krijojmë kushtet fëmijës, e bëjmë në atë mënyrë se ati me i pëlqyj kjo gjë. Bravo, me pasion. Një familjar i mirë që ndihmon dhe antarët e tjerë të familje sepse e fiton si edukat tek ju këtë gjë. Dhe kur vjen një fëmijë i ri në scout, nuk shef një alternativë tjetër, sepse nëse aty ka një patrull që janë 7 vetë, 8 vetë, 10 vetë, dhe 7 punojnë, këta 3 tjerë nuk mund të rrinë pa punë. Pra edhe këta do të punojnë. Pra automatikisht scout të vënë në aktivitet. E kjo është gjë e mirë. Gjë shumë e mirë. Unë ju falenderoj për bisedën, kush e di se sa gjëra tjera do kishim thënë, ju përgëzoj për këtë organizim. Shumë na kanë mbet pa thënë. Po e di. Po do të më bën atë aromen do të më bëj fije më të gjatë. Një javë për skautisë, por ne do të kemi mundësi që her pas here të angazhojmë më shpesh si temë tek ne. Unë ju përgëzoj të gjithë ata që janë angazhuar në këtë aktivitet, ndoshta edhe vetë pamjet kanë rrëfyer një histori paralele, pra nëse ne kemi nxjerr detajet e jetës së skautistëve, vetë fotot i japin detajet se çfarë ndodhi në këtë aktivitet, besoj që kanë marrë një shije dhe një panoramë të mirë të asaj që ndodhi dhe që do e mbështesin, do e shohin me pozitivitet dhe me besim gjithë ato që ju bëni. Kanë për të duar trokitur aty të shtëpia. Po, por më lejo t'ju them një mesazh gjithë prindve. Aman, nëse do një të mirën e fëmijëve tuaj, sa ma shumë hiqni telefonin, hiqni celularin prej dorëve tyne, dhe mos i leni fëmijët pa punë, mos i leni fëmijët pa studiu, mos i leni fëmijët pa shkollë, por me çdo kusht, ata do ta duajnë shkollën, ta duajnë punën edhe jo të merren me celular. Unë ka herë kur një prej fëmijëve që rrinë me orë në celular, është trishtim i madh sepse ai nuk punon më, nuk studion më. Prandaj celularin do të me hek për fëmijëve edhe do të mi bën me punu e me studiu. Po, dhe puna krijuese, të gjitha këto që ja ofron jeta si skautist. Mirë, ne do të kalojmë në një material tjetër. Ne kemi shkuar te shkolla dëshmorët e Prishtinës dhe pak a shumë po ja lejojmë këtë emision hapësirave të fëmijëve dhe të rinjve. Ne jemi te një shkollë 9-vjeçare, realisht e dëshmorët e Prishtinës dhe shfrytzuam një aktivitet që u bën në ditën ndërkombëtare të gjuhëve të huaja. Por jo vetëm thjesht aktiviteti, që ishte krijuar në disa gjuhë, ishte shumë interesant. Ajo që na befasoi ishte sa puna ishte bërë për ta mbajtur mirë të shkollët.
në shumë aspekte, që nga këndet sportive, që nga ambientet e jashtme, ambientet e brendshme, jemi mrekulluar. Dhe ne dëshirojmë që këto ndryshime në shkollën dëshmorët e Prishtinës t'i ndajmë të gjithë rishikuesit për të sjellë një model të mirë të shkollave publike. Sepse është krijuar ai paragjykimi që po pse shkolla publike, po ne kemi private, po shkolla publike jo kështu, jo ashtu, po jo. Nëse e ke një staf të mirë mësuesish dhe e ke një drejtuese që e do punën dhe mendon për shkollën dhe jo vetëm për rrogën, puna mund të ecë mbar dhe ne të kemi ndryshime ku dhe prindrit kënaqet me ndryshimin. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Nëse zgjidhin të vini në shkollën 9 vjeçare dëshmorët e Prishtinës, këtu do të gjeni një jetë shkollore mjaft aktive. Nëse procesi mësimor është tepër i rëndësishëm në mbarvajtjen e tij, po ashtu dhe veprimtaritë shkollore marrin një vëmendje të madhe. Mes shumë aktiviteteve të ndryshme që organizon kjo shkollë publike, ne zgjodhëm atë të ditës ndërkombëtare të gjuhëve të huaja. Edhe pse kishim një mori arsyesh për ta vizituar këtë shkollë, ku ishim informuar me ndryshimet e saj edhe në ambientet e jashtme, por le të marrim gjërat me radhë. Një obor plot gjallëri, nxënës dhe prindër së bashku ndjekin programin artistik të përgatitur nga mësuesja dhe artistja e mrekullueshme Lulka Merkulaj, të cilën është fat ta kesh në shkollë. Secila klasë ka realizuar idetë e saj që lidhen jo vetëm me pjesën në program, por edhe gatime tradicionale të vendosura hishëm në tavolina. Edhe pse padurimi për t'i provuar ato është tepër i madh, vëmendja përqendroi fillimisht te programi artistik. Me sa kuptojmë, në këtë shkollë zhvillohen disa gjuhë të huaja dhe mënyra e paraqitjes së tyre para publikut, ku dominojnë fëmijët, vjen përmes këngëve apo recitimeve. Një miksim i mirë mes valleve, këngëve dhe recitimeve. Fëmijët janë të lirshëm dhe kuptohet që janë mësuar tashmë me interpretime të tilla. Por nga ana tjetër edhe duartrokitjet nuk mungojnë. Shfaqja ndiqet me kërshëri dhe shpesh këndojnë të gjithë së bashku. Dhe jo vetëm interpretime apo gatime, secila klasë ka përgatitur këndin informues, ku përmes tabelave jepet një informacion më i plot për shtetet dhe gjuhët e tyre, duke krijuar kështu një gujë turistike të mirëfillt. E kjo fal orientimit mjaft të mirë që kanë dhënë mësueset apo mësuesit e tyre. E ndërsa në mënyrë të përmbledhur kemi sjellë shijen e mirë që la tek të pranishmi shfaqja, ne do të qëndronim deri në përfundim të saj, pasi donim ta shfrytëzonim kohën e qëndrimit këtu për të parë ndryshimet që janë bërë. Ka teleshikues që mund të mendojnë se investimet patjetër sjellin ndryshime, por çdo investim ka nevojë për një paraqitje dinjitoze, që ta shijosh, të kënaqësh syrin dhe të hysh me kënaqësi në një institucion publik. Dhe pasi janë larguar nxënësit, është më lehtë të shuhet imazh i mrekullueshëm që ka marrë shkolla dëshmorët e Prishtinës. Ndryshimet që janë bërë në shkollën tonë janë një projekt i bashkisë që ka përfshi fushat e sportit, është bërë kalni sportiv pra ku përfshi një fushë të brendshme dhe fushën e jashtme, dhe është bërë lyerje dhe rregullimi i fasadës jashtme të shkollës, është bërë gjithashtu ngrohja qendrore e shkollës me kaldaja me naftë, të cilat akoma nuk i kemi pasë, nuk janë vënë në provë. Gjithashtu për të ecë me ndryshimet, ne kemi bërë disa piktura, të cilat përfaqësojnë momente të ndryshme të shkollës ose ecurin çfarë përfaqëson shkolla. Dhe në fasadën e hyrjes, për shembull, në balë të shkollës, kemi librat ku nxënësi na arrin në majat e tija më të larta. Të parët që i mirëpresin ndryshimet janë nxënësit dhe prindrit. Kuptohet që nxënësve ju qesh shpirti, e duan shkollën e tyre dhe krenohen akoma më shumë kur ata vetë janë bërë kontribues në ndryshimin e saj. Në foto që kemi siguruar, ne arrim të shquajmë se si ka qenë shkolla dikur, për të kuptuar më qartë se nuk ka qenë as pak e lehtë të sjellësh këtë ndryshim. Kur fëmijët përfshihen që dhe ata të punojnë së bashku me një mjeshtre, do e duan më shumë punën e tyre, po edhe shkollën, do të kujdesen që atë të mos e dëmtojnë. Si kanë reaguar nxënësit dhe prindrit kur kanë hyrë njerë? Shumë të kënaqur me ambientet e reja, shumë pozitiv domethënë për ecurinë e nxënësve, meqense është diçka krejt e reja dhe është bashkëpunimi me prindët është jashtëzakonisht i mirë. Tu menu që çdo hap
në shkollë nuk mund bëhet pa bashkëpunimin e tyne, pa bashkëpunimin e nxënësve, pa bashkëpunimin e komunitetit që na rrethon. Janë kanë shumë të kënaqur me ndryshimin që është bërë në shkollë, me ndryshimin e kanit sportiv për shembull, sepse në orën e fizkulturës nesër kur bëhet janë krejt të qetë sepse nuk do zhvillohet në oborr jashtë në shi. Do jenë të mbrojtur në një ambient krejt të ngrohtë. Pra shi nxënësit do ta bëjnë orën e fizkulturës, nuk ka që mos ta bëjnë. Nuk do I privojmë dot më. Ne e kuptuam që në momentet e para kur erdhëm këtu, numrin e lartë të nxënësve që ka kjo shkollë. Mjaft shkolla sot, jo vetëm ato publike, por edhe private, ankohen për reduktim të numrit të nxënësve. Por në këtë shkollë, si paraqitet fenomeni I largimit të nxënësve? Drejt largimeve, domethënë dhe ardhjeve në shkollë jemi stabil. Nuk jemi, vetëm kemi pas ka gjithsej për të krijuar një ide. Shkolla sa nxënës ka? Ne kemi shkollën e dicës dhe shkollën e shanceve të dyta. Nuk e dinim këtë ç'është kjo? Shanset e dyta janë siç është shkolla mesme për shembull, ato që kanë me të pamaru klasën e parë deri në të 9, pra 9 vjeçaren e detyrueshme, në mosha të ndryshme, mi 17 vjeç mund ta frekuentojnë shkollën 3 herë në javë. Nga cila klasë? Nga e para fare? Deri në të 9. Një 17 vjeçar mund të vi këtu dhe ta fillojë mësimin. Një 15 vjeçar dhe një 60 vjeçar. Nuk ka rëndësi mosha fare, mund të fillojë të mësoj shkronjat. Po, nga klasa e parë deri në të 9. Kështu si e thoni ju, më duket sikur dhe një turist mund të vi. Të mësoj shqip, jo. Sepse janë procedura regjistrimit që bëhet nëpërmjet e Albenjas. Siç është procedura regjistrimit normal në një shkollë. Janë kureshtar, kanë nxënës që vinë? Të cilët për rrethana të ndryshme të jetës ashtu I kanë pas dhe nuk mund të gjykojmë asnjë. Nuk e kanë pas të shans që të bëjnë arsimin e detyrueshëm në klasë të 9. Deri në klasë 9. Ka? Sidomos këtë vit ka shumë regjistrime. Regjistrimet vazhdojnë deri me datën 1 tetor, sepse është një proces që zgjat 30 javë më pak se sa procesi normal mësimor, pra. Dhe regjistrimet vazhdojnë dhe me pa në krahasim me vitet e tjera ka një numër të konsiderueshëm deri në këtë moment. Bravo. Mosha më e madhe? Mosha më e madhe është diku 52 më duket këtë vit. Është pjesë e qytetit të Shkodrës, pra qytetar këtu, banor apo ka ardhur nga larg? Jo, qytetari Shkodrës I rrethit të Shkodrës. Përfshin komplet rrethin. Mundet me ardhë më thënë edhe prej Koplikut, mundet me ardhë edhe prej kudo. Kemi të bëjmë me qarkun Shkodër? Si qark. Regjistrimet në shanset e dyta, ose siç e njohim ne shkolla me kohë të pjesshme. Po e kemi dëgjuar gjithmonë për shkollën e mesme dhe ja ku dëgjojmë tashmë dhe për kjo gjë shumë e mirë. Sepse ka njerëz që ndihen të frustruar, të paragjykuar dhe ai e ka ëndër të faktën të lexojë një ditë. Ka mundësinë dhe shansin me vazhdu shkollën si një njeri krejt normal, krejt I thjesht, dikush e ka kryer në kohën e vet, dikush domethënë I ka ardhur mundësia sot, por e ka mundësinë me këtë. Mbarvajtja një shkolle varet nga plotësimi I kushteve bazë dhe jetike për mirëqenien e fëmijëve, ku njëri prej tyre është edhe ngrohja. Këtë vit ka ndryshuar ngrohja në shkollë, deri vitin e kaluar ishim në ngrohje me dru, ndërsa këtë vit nga bashkia, nga një projekt I bashkisë, kemi montu kaldajat në të gjithë shkollën, në të gjithë ambientet e shkollës dhe ka depozitën pikërisht këtu pas shtëpisë teme. Dhe ne kena paraqitur si rrezikshmëri me një vizatim që nuk duhet të afrohemi atë. Sa bukur edhe kanë kujdes. Po. Kur e shikojmë shoh edhe masat e jashtme janë marrë. Pra ngrohja në shkollën tonë këtë vit ndryshon. Për të gjitha klasat, domethënë. Për gjitha klasat, për gjithë ambientet e shkollës. Jo, ajo në 10 minutë që rekori që shkon, jo ndize zjarrin, jo. Shpresojmë që jo të paktën. Viti I parë do jemi në provë, por shpresojmë për pozitivitet. Shumë mirë se sa me dru, domethënë, sepse me dru nuk kena pas asnjëherë probleme, domethënë as me furnizimin nga bashkia, as në ngrohjen totale të shkollës, në gjitha klasat, në gjitha ambientet ku fëmijët kanë prezent, po. Ndoshta më praktike me. Po. Shpresojmë që po. Moralet janë ato që krijojnë impaktin e parë kur vjen në këtë shkollë. Janë të reja, plot ngjyra emotive argëtuese, një pjesë dhe këshilluese që ndikojnë drejt për së drejti në ndërgjegjësimin e nxënësve. Ka një përpjekje serioze për të krijuar ambiente dinjitoze edhe në brendësi të shkollës. Shopajisit atje ju keni dhe panele diellore? Po, kemi panele diellore të cilat përdoren për elektricitetin në shkollë dhe është një projekt domethënë që ka filluar që vjet në shkollën tonë dhe në kuadër në bashkëpunim me bashkinë nga kursimi I energjisë elektrike që kursehet domethënë nga shteti dhe ne provojmë vetë nëpërmjet paneleve në fund të një periudhe të caktuar përkthehet në projekte për shkolla. Pra, ajo që kursehet në lek nga elektriciteti që ofrohet nga shteti, ne sigurojmë nëpërmjet paneleve dhe e përkthejmë në projekte për shkolla.
Edhe pse mësimi tashmë ka mbaruar, në shkollë vijojnë oraret ku nxënësit bëjnë detyrat pas mësimit. Prindërit e tyre punojnë dhe ndërkohë ata bëjnë diçka të dobishme që lidhet me angazhimet e tyre shkollore. Më madhe e shtypit, më vogël e shtypit, më... Theksojnë faktin, për të gjithë teleshikuesi, se shkolla dëshmore e Prishtinës është dhe i qendër komunitare për gjatë orëve të pasdites. Këtu gjelbërimi është për të patur zili dhe duke sikur lulet çeli në çdo stin. Ka një mirëmbajtje të admirueshme për të cilin një merit ka çdo mësues i kësaj shkolle. Konkretisht tavolina që ju shihni në krahin tëm dhe mas shtëpisë teme janë bërë në kuadër të projektit të mbrojtjes të kualifikimit parë në ana jeme dhe janë bobina të marruna nga OSHE-ja dhe të punuar me shumë kujdes të kthyme në treza dhe në stola. Sa bukur, shumë gjeve. Si pjesë e riciklimit. Që pas edhe gjatë shfaqjes, rinin gjithë lezet, e kishin rrethuar, shkonin dhe ato ëmbëlsirat e bukura të panajirin që kishin bërë. Fëmijët janë dashni. Fëmijët janë shumë të mirë. Dhe me thanë, unë kam një parim që fëmijët e keq nuk ka. Vetëm ka fëmijë të mirë që punohet mirë e ma mirë me ta si nga prind dhe nga mësuesi. Nëse punon mirë me fëmijët, fëmijët janë jashtëzakonisht mirë. Nëse investimet e mëdha janë pjesë e projekteve të Bashkisë së Shkodër, vizatimet janë bërë me buxhetin e shkollës, kryesisht të mësuesve. Është e habitshme kur mëson se mësuesit kanë kontribuar direkt nga xhepi i tyre për realizimin e këtyre muraleve të përmasave tepër të mëdha. Ka qenë dakordësia e tyre e nxitur nga dëshira mirë për ta parë shkollën apo vendin e punës mjaft dinjitos, tek i cili vinë ata dhe nxënësit me shumë kënaqësi. Sa e rëndësishme që në fundit, në atë punën e përditshme që ne vim, jo thjesht të marrim rrogën, të po të kemi atë anën emocionale, të gjithë përpiqemi të bashkëpunojmë, sa e rëndësishme është këtë? Është shumë e rëndësishme. Për mua nëse fëmijë nuk e shef një nxënës, një mësues, një drejtues, apo kushdo që është në institucion nuk e shef si fëmijën e vet, kur nuk e bën punën e pasion. Për mua po tave fëmijën si fëmijën tanë, gjithmonë ka me kënd puna që ka më shkëlqyer për gjithë. Dhe fëmijët janë për të dashur. Me që rrogën në shtëpi është krejt rehat se mund vim rana deret, mund rrim gjithë ditën, edhe gjitha që pat ju sot mund mos ekzistojnë. Por me përkushtim edhe me shumë dashni, bëhet çdo gjë e bukur. Ja ku jemi rikthyer sërish në studio, ky ishte një model i mirë për shoqërinë tonë, një imazh shumë i bukur i shkollës dëshmore të Prishtinës, i përgëzojmë edhe nga studioja për punën e mirë që bëjmë dhe mos e ndalni hovin, sepse është një punë nga e cila jo vetëm gëzoni prindit dhe fëmijët, i bëni ata të ndihen mirë, por merrni kënaqësi edhe ju si mësues. Përmbushni më së miri dhe rolin tuaj, që nuk lidhet vetëm thjesht me të dhënien e dijeve, por edhe me edukimin shpirtëror, edukimin moral, frymëzimin që jepni tek këta fëmijë. Mirë, ne kështu kemi mbërritur në fund të emisionit. Unë falenderoj dhe të ftuarit që kisha në studio, profesor Lukën dhe Erën skautiste. Shpresoj të shihemi sërish në aktivitete, herën tjetër do jem me ju. Të lutem një palë këpucë, dy si njëshe. Po, do t'i gjej. 42 duhet, se do t'jenë një numër më i madhe. Numër që dush, cilin dush ti numër pra unë dua këpucë, dua shallin. Pa tjetë, edhe këmishën. Se pa shall nuk vi. Edhe këmisha. Edhe një këmish, do më shkoj vërtet. Por besoj, sepse kam dalë disa herë në natyrë dhe pa përtes do vija me ju. Vetëm të çadra kam pak problem, por do e rregullojmë atë pikë. Po jo, se këtë janë çadra, nuk e di si janë përshtatur akoma. Unë desha me shtu vetëm një gjë. Po, diçka të vogël. Kujtimet më të bukura që kena janë të shkollës. Kujtimet e shkollës. Si te filloria, në shkollën fillore, si në shkollën e mesme, si në shkollën e lartë, kujtimet më të bukura. Aman shkollën duhet ta bëjmë shtëpinë më të bukur. Një kjo është mision.
kush e nin në këtë vend për me bëjë gjatë bukur, aman shkollën kujdes. Faleminderit shumë. Falenderoj dhe të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30. Ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Natën e mirë.